بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të ndëruar xhamatli, jemi në prak të Ramazanit, ku lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na mundson që ta plotsojmë këtë Ramazan, që ta agjërojmë këtë Ramazan, ta lexojmë Kur'anin në këtë Ramazan, të bëhemi rob të Zotit në këtë Ramazan, ta shtojmë robërinë tonë ndaj Zotit të Madh te bareke ve teala në këtë Ramazan. Muaji i Ramazanit është muaj pa të cilin ne nuk do të ishim musliman. Thot Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Kur'an. Muaj Ramazanit është ai në të cilin muaj ka zbrit Kur'ani. E në përmet këti Kur'ani ne jemi bo musliman. Ki Kur'ani ka ardhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe aty prej aty kanë mburu të gjitha mirësit. Andaj, muaj Ramazanit është sebepi kryesor për çdo begati që ne e gëzojna me lejen dhe izën Allahu subhanahu wa taala. Andaj pika e parë, stacioni i parë që ti si besimtar dhe une duhet të ndalojmë të Ramazanit, cila është mirënjohja e madhe ndaj Zotit që po ta mundson me mritjen e Ramazan. Ti je falëndërues i madh. Ti thush Allahut faleminderit me plot sinqeritet, me plot gojë, me plot shpirt, me plot zemër. Faleminderit, elhamdulillah që ma mundsove me mritjen e Ramazan. Nga se pa ndjenjën e mirënjohjes s'ki mundësi me shfizu Ramazanit. Nuk kanë mundësi me shfizu Ramazanin posa ata që janë njerëz falëndërues që e njohin begatin e Zotit te bareke ve teala. Andaj të him këtë Ramazan duke ia ditë Zotit begatin, mirësin, vlerën që po na e shtyn frymën edhe pak me emri këtë muaj. E dyta të ndëruar xhamatli që është boshti i këtë Ramazanit. Në ligjëratën e xumas së kaluar çfarë tham? Objektiva kryesore, shigjeta ku e gjun muslimani krejt mundin e vet na xhirim, cila pastrimi i shpirtit. Pastrimi i shpirtit. E kur ta pastron shpirtin, çfarë titulli merr? Kur e pastron shpirtin, çfarë titulli merr? Të ndëruar xhamatli, vini re se na shpesh e lexojnë Kur'anin, po se morën ajkën. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është ai i cili ka zbrit Kur'anin. Ju ka bë obligim agjërimi, ju ka obligim zakati, ju ka bë obligim haxhi. Numëroni këto këtë janë ibadetet mëdha. Ju ka bë obligim lufta, ka luftu pejgamberi sa luftën e Bedrit, Ahzabit, Uhudit dhe të tjera. Pejgamberi sallam i kanë zbrit ndalimi i rakijës, zinajës, kamatës dhe shumë prej gjërave të sati kanë ndaluar Allahu ja si mishi derë dhe çoftina etj me radhë. Pejgamberi sallam i kanë zbrit të gjitha ligjet e Islamit. Dhe pejgamberi sallam ka zbatuesi më i përpikt i ligjeve të Zotit Xhelel Xhelalu. Apo e mirë, krejt që to komplet kur i ka zbatue komplet dhe e ka krye amanetin, çish ja ka ditë Allahi me një llaf. Çka i than fund? Që ti e sose këtë punë. Çka i tha? Vini re të ndëruar xhamatli. Krejt to ibadete i bani pejgamberi sallam, Allah i tha e tash me një fjalë morë titullin. Cilin titull e morë? I tha Allahu në surën Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ka thonë ti o Muhammed je njëri mirë. Virtytin e kitë mirë. Këtë këto ibadete u banën çfarë? Që Muhammed sallallahu alaihi wasallam e thonë kja njëri mirë. Andaj ti kur i thu dikujna çka sa musliman, hin islam, para se me thonë hin falu, hin agjëro, çka dush mi thonë? Muhammed sallallahu njëri mirë, më i miri pi njerëzve. Apo, më i miri pi njerëzve. E mirë, tash ne që po falemi, e tash po shpresojmë me agjërua. Apo, ku në fund për Bajram,
A mundet me na thonë dikush që janë njëri mirë? Që janë njëri mirë? Nëse nuk e fiton këtë titull, ti veç barkin boshit e lon. Nëse nuk e fiton këtë titull që Allah ja dha pejgamberit sa ti njëri mirë, sepse ai tu ka njëri mirë, i bani këtë ka veti, jo tu ka njëri keq, jo tu ka njëri arrogant. Madje Allah në surën Ali Imran çka i tha? Fa bima rahmetin min Allahi linta lahum. Ti me rahmet të Allahit cilësh but. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Wallahi thot Allahu xhela xhela, Muhamedi sa njerit më të mirë fytyr tokës. Mu paskon ti i vrasht, mu paskon ti arrogant, këtë njerëzit kishin ikë pitije. Ti falu sa të dush, agjëro sa të dush, ban harç sa të dush. Krejt ikin pitije, pse? Sepse shiko, a përmendëm hini Bedeviu të një prej xhallarëve dhe e pa dhomën plot me libra, s'kishte pa kur libra ashtu, murrin vetë se me pas, nuk shif ke murr pi librave. Edhe uli trishtushëm, i frigum, edhe i habit, edhe i mahnit. Edhe tha një fjalë për të cilin pronari asaj librarie tha, më kam me tan jetën kjo fjalë, sa herë që hin librarien time. E çka i tha ai? Tha o hoxh, këtë këto libra, a i bje që ti dush më ka njëri mirë? A i bje që ti dush më ka njëri mirë? Që ti po falësh, a i bje që më ka njëri mirë? Që ti po agjeron, a i bje që më ka njëri mirë? Që ti po agjeron, a i bje që më pazar mës me vedh, a i bje që shtu, a i bje? Që ti ki shku haq, a i be që ti s'mashtron, a i be që shtu? Që shtu du të mira, po nuk i be, po është ti ki bo këtë lëvizje, këtë je lodh, këtë je lodh. Nëse ti falësh dhe agjeron, dhe jep zeqat, dhe ban haq, kjo i be që njerëzit më kanë sigurt për tije. Që njerëzit me thanë, kush e kam mësu që ka shmirë këtë njeri? Kanë e ka për nga mërë ky? Pi cilit liber mëson ky? Ama na qysh dukmi, na dalmi pi gjamije, dhe thoi na Kur'an, na him gjami thoi na Kur'an e libri Allahit. Kur dalmi për jashtë, e morë në e qenë në librin e Sokakit. Apo, për sa njerëzit nuk na thojnë ti e njëri mirë. Kur erdhë në Medinë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me çka e ditën njerëz që janë pejgamber? Me çka e ditën? Fakte, argumente, krejta kishte dhënë Zoti. Po njerëzit a i din faktet? A i din argumentet? Sa du të me lexu ti për me njoftë argumentet? Shumë. E qish mundet me një laf, krejt ato libra me një laf mi pa. Abdullah ibn Salami radhiyallahu an, i cili ka qenë prifti jehudive, rabini jehudive, hibri jehudive, erdhë Medinë dhe dul në kodër të e prit pejgamberin alayhi salatu wassalam me hije. Dhe ai kishte lexuar Tevrat qish duket Muhamedi alayhi salam dhe cilësia e tina. Edhe në fund thot ju afrova ja pash ftyrën. Ja pash ftyrën. Ç'a argumenton ftyra? Ftyra e ka përmbledh, ftyra e tij e begat Allah na mundsohet me takun xhenat ya rabbal alamin, e ka përmbledh në ta mirësinë komplet. Dhe çka i tha Abdullah ibn Salami, tha vallahi çi ki tha pejgamber, çi ki smund me rrejt. Ja pas ka mbledh Allah këtë mirësinë me një vend. Çi kjo është ajo çka e kërkon Allahu në Ramazan. Me fjalë të tjera, ti e agjërushëm për më kanë njëri mirë. Ti ki mu qunë si firë. Për çfarë? Për atë që s'qohet me thonë, ki pse e kalli dritën këtë vakt, ki janë njëri mirë. Ai që qohet si firë, e prish gjumin e vetë, qish mundet mu kam pazar hilegji, qish mundet? Po pse e prishe gjumin, Allah? Po pse e prishe? Pse s'po hati? Pse s'po pi? Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Allahut nuk i duhet me la njani pi juve barkin unt, pa buk edhe pa uj, nëse se le rrenën. Ti halal s'po ha, haram po ha. Halal s'po ha, buk s'po ha, haram po ha. Adnaj, shiko, rezimeja të ndëruar që më të lije këtë Ramazanit është. Na shpesh e Ramazanit se i kuptojna, ritual. Apo, ama nuk him thelb të Ramazanit. Elhamdulillah tash ka taravi, apo agjërojna, bojna iftar, apo. Ama, a i bje që kita agjërusit një njerëzit mirë? A i bje që kita falin taravi një njerëzit mirë? Jo, nuk i bje. Jo, nuk i bje. Pa këtë asyje, nëse nuk dalim për Bajram me rezultatin të cilin Allah ja ka përmen pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtet ti e njeri mirë Muhammed, ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu këtë tefsirin e këtij ajeti, çka ka thënë mirësia e ti o feja e ti. Që pejgamberi sa më njeri mirë ka marrë, që është i shpallur prej Allahu xhelel xhelalu. Kur e ka zbatu këta, çfarë ka bë? Kjo ka dal njeri mirë. Ka arë njeri të Aisha radhiyallahu anha, edhe i ka thonë, oj nana besimtarve, po du me na kallzu shkurt për pejgamberin sa, shkurt, jo gat, me pak fjalë çish u kanë pejgamberi sa se ti burrë ki pas. E na se kena mri ata. Çka ka thonë Aisha radhiyallahu anha? I ka thonë shkurt,
A e do një shkurt po? Kana khuluquhu al-Quran. Ai karaktere ka pas Kur'anin. E a mundet Kur'ani me të bëj hajdut? A mundet Kur'ani me të bëj dallaverxhi? A mundet Kur'ani me të bëj arrogant? A mundet Kur'ani me prodhu kriminal? Ja, nuk prodhu. Andaj shkurt, ata e do shkurt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas karakter Kur'anin. Çka i ka thënë Kur'ani që s'do ka bë? Apo, e na të ndëruar xhamatli, a bëjmë çka na do Kur'ani? Çka na thot? As bëjna. Na veç thirrmit të Kur'ani, ama i kemi në do libra tjera të rrugës këtu në gjepat tona, në egot e tona. Për këtë arsye sa Ramazana kalojnë e ne nuk bëhemi njerëzit mirë. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që në këtë muaj të begat të Allahu Xhelle Xhelalu që po na vjen, Allahu ti pastron karakteret tona, ti pastron shpirtat e tona, ti pastron dhe ti shlin gjunahet tona, mëkatet e tona. Na bën Allahu agjërueshëm dhe të pranueshëm te Allahu Xhelle Xhelalu, agjërues, namazli, zakatli, haxhiler, të cilët çfarë? Të cilët Allahu ja jep epitetin që janë njerëz mirë, të cilët me laçet kur e priti njerin në xhenet, pak para se mi aqel derën, thot Allahu xhan surën Zumar, çka ju thot? Çka ju thot? A ju thot hini se këtë namazli? Jo. Hini se këtë agjërueshëm? Jo. Hini se këtë haxhi? Jo. Çka i thot? Tibtum fadkhuluha. Njerzit mirëni, hini. Njerzit mirëni, hini. Allahu na bëf fytyrë ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson që ta lexojna Kur'anin, ta mësojna Kur'anin, ta mësojna fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu te bareke ve teala muslimanët ku dishin në përbot Allahu të ndihmon. Allahu t'ju jap kuvet, Allahu t'ju shlon rahmet, e sidomos atyre vëllezërve dhe motrave tona muslimane, të cilat gjendet në gjendje krize, në gjendje alarmi, në gjendje ikje dhe dëbimi. Zoti rahmetin mbi ta tallçon, mbrojtjen te ta tallçon, strehën t'ja jep, ata fëmijë të friksuar, ata ples të friksuar, ata ples të dëbuar, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i mbron, Allahu armikun e tyre tu amposh ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na jep takat në iman, na jep takat në islam, na mundson Zoti me jetu si musliman, me u zhvillu si musliman dhe me ja dorëzu shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين ونحن في صحة وإيمان وأمن وأمان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين، خاصة إخواننا المستضعفين المضطهدين المطرودين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.